E marta 26 majt u kthye në një ditë feste dhe kujtese historike në Listë Matit, ku në oborrin e shkollës së mesme të bashkuar Abdurrahman Përmeti u promovua libri më i ri monografik i autorit Matjan Hasan Pasha, mësuesi i parë në mat Abdurrahman Përmeti. Aktiviteti mblodhi së bashku mësues nxënës deputetin Agron Malaj, kryetarin e bashkisë Mat Altin Bojni, përfaqësues të arsimit dhe kulturës, të klubit letrar Pjetër Budi Mat, përgjegjësën e Bibliotekës Publike Mat Fiqeret e Kurti, si dhe pasardhës të familjes Përmeti dhe komunitetin lokal. Veprimtaria u moderua nga drejtoresha e shkollës Abdurrahman Përmeti Lis, Afërdita Heta Bruçi, e cila vlerësoi rëndësinë që ka kjo monografi për kujtesën historike dhe edukimin e brezave të rinj. I nderuar kryetari i Bashkisë Mat, Zoti Altin Bojni, i nderuar nën prefekt, për gjithë komunitetin e Lisit, e shumë figura tjera që kanë kontribuar dhe vazhdojnë kontribojnë me dignitet për shoqërinë, për zhvillimin e vendit. Dhe sot, me krenari mund të them se nga kjo shkollë ka dalë edhe deputeti biri i Lisit, Zoti Agron Malaj. Në fjalët përshëndetëse, deputeti Agron Malaj dhe kryetari i Bashkisë Mat Altin Bojni theksuan se figura Abdurrahman Përmetit mbetet simbol i dijes, patriotizmit dhe sakrificës për gjuhën shqipe, ndërsa libri i Hasan Pashës shërben si kontribut i rëndësishëm për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe arsimore të krahinës. Është shumë krenari për mua që sot në këtë promovim libri të jemi edhe në restaurimin e kësaj shkolle. Shpresojmë që të kemi akoma dhe më shumë botime të tjera për nxjerr njerëzit, jo vetëm kësaj krahine, por gjithë Matit, vlerat e tyre, atë mirësinë e tyre që kanë bërë për këtë komunitet. Ndaj ju përshëndes, shumë mirënjohje edhe faleminderit gjithëve. Sot ishte kënaqësi që unë të jem këtu, edhe me ftesën e autorit Hasan Pasha. Sot nuk promovojmë vetëm librin, por ne kujtojmë mësuesin e parë, jo vetëm në Lisë, por në gjithë Matin. Mësuesin që ka dhënë dijen, edhe ka dhënë gjithë ato kontributin e tij në pjesën e arsimit. Duhet ta falenderojmë edhe Hasanin për këtë libër që do t'i mbesi jo vetëm për Matin, por edhe gjithë brezave të ri që do vinë. Flasim për Abdurrahman Përmetin, flasim për bashkëkohësit që udhëtojnë rrugët e Stambollit dhe prekun e imin e madh, Samiun e madh, mesinë e shqiptarëve për arsimin dhe dijen që nuk patën busull tjetër dhe shtyre. Në diskutimet rreth librit, sekretari i klubit letrar Pjetër Budi Mat, Fatmir Neli, u ndal tek vlerat historike dhe dokumentare të botimit, duke cilësuar veprën si një dëshmi të rëndësishme për rrënjët e arsimit matjan dhe për figurat që ndërtuan themelet e dijes kombëtare. Librin e 5 të autorit matjan, tashmë mjaft të suksesshëm, zotit Hasan Pasha, me botimin më të fundëm të titulluar Mësuesi i parë në mat Abdurrahman Përmeti, që është një monografi kushtuar njërit prej personaliteteve më të shquara, por më pak të njohura të arsimit shqiptar, mësuesit patriot Abdurrahman Taib Përmeti. Me bindjen se vetëm ajo që shkruhet mbetet dhe u përcillet brezave, autori ka ndërmarrë një punë të thellë hulumtuese dhe dokumentuese, duke i dhuruar lexuesit një vepër që ndriçon një kapitull të artë të arsimit në Shqipëri. Autori Hasan Pasha shkruan që në parathënie, Abdurrahman Përmeti solli në trevën tonë dije, kulturë, qytetari dhe frymë përparimi në një kohë kur arsimi shqip kërkonte sakrifica të mëdha. Redaktimi letrar i kësaj vepre është nga Leonita dhe Denilsona Pasha, kopertina Mario Koka dhe paraqitja grafike është nga Art Graphic Studio. Pse duhet ta lexoni këtë libër? Sepse plotson historinë e arsimit shqip, e cila nuk mund të jetë plot pa figurën e Abdurrahman Përmetit. Sepse është dokumenti gjallë i sakrificave që një brez i tërë bëri për gjuhën dhe për kombin shqiptar. Sepse libri dëshmon se vlerat mund të vonohen, por nuk humbasin kurrë. Sepse çdo mësues, çdo nxënës dhe çdo shqiptar ka detyrimin moral të njohë figurat që ndriçuan rrugën tonë të dijes. Dhe së fundmi, por jo më pak e rëndësishmja, figura e ndritur e Abdurrahman Përmetit,
ndriçon më shumë, dhe për këtë jam i bindur, nga fuqia e penës tashmë të sprovuar të intelektualit Hasan Pasha. Më pas, botuesi i gazetës Mati, shkrimtari dhe publiciste Qemal Cenaj dhe shkrimtarja Ilona Basha vlerësuan punën hulumtuese të autorit dhe rëndësinë që ka ky botim në pasurimin e fondit të monografisë historike shqiptare. Është një ngjarje vërtet e rëndësishme kjo për Abdirahmanin. Unë e kam njohur natyrisht isha i vogël, por vërtet një burr fisnik. Në një bisedë me shkrimtarin e madh Drit Ragolli, ai tha shprehimisht, kur isha në gazeta në atë kohë tha, natyrisht i ri, mezi prisja tha të shkoja në mat. Dhe qëllimi kryesor tha ishte vetëm e vetëm që të takoj Abdirahman Përmetin. Një përshëndetje falenderuese për autorin Hasan Pasha dhe për figurën e Abdurrahman Përmetit erdhi edhe nga përfaqësues të trashëgimtarëve të familjes, mes tyre Nipi Gani Përmeti, i cili shprehu mirënjohjen për ruajtjen dhe përcjelljen e kujtesës së të parëve. Për veprat e gjyshit tim, folën shumë njerëz, foli drejtoresha, bani dhe promovim në librit. Duhet falenderoj edhe zotin Hasan për librin që bani për gjyshin tim. Falenderim në drejtorinë e shkollës, këtu që po e man gjallë. Në mbyllje të aktivitetit ishte edhe fjala përshëndetëse e vetë autorit Hasan Pasha, i cili u shpreh se kjo vepër është një fryt të një pune të gjatë kërkimore dhe një detyrim moral për të mos lënë në harres figurat që i shërbyen arsimit dhe kombit. Por kur mora në dorë për të portretizuar Abdurrahman Përmetin, kam ngel i befasuar. Kur nuk kam rastis që të hasni një figurë kaq madhore, kaq fisnik, një burr kaq i lartë, një njeri që ka vuajtur që në vitet 1900, qoftë në Turqi, qoftë në Shqipëri dhe kudo. Më kalon mbresa kur gjeta disa dokumenta në Muzeun e Matit. Abdurrahman Përmeti është përshkruar në jetën e vet në një ditar që e kalon aty të rreth 50 faqe, ku thot në krye të faqes thot histori jete, edhe përshkruan të gjithë udhëtimin e tij nga Stambolli në Janin, në Ohër dhe deri kur vjen në Lis, e përshkruan me detaj aq bukur sa s'ka ide. Një moment tjetër shumë i rëndësishëm është ai ndihet shumë krenar kur merr pjesë në 50 vjetorin e pavarësisë në Vlorë, si delegat i Matit bashkë me 7-8 matjanë të tjerë. Abdurrahman Përmeti ka shkruar himnin e Matit, që vajza e recitoi aq bukur, do të thotë që në vitet 1900-1920 ai ka ngritur pesh matjanet me poezinë e tij. Ai njeh edhe kuvendin e Suqit, ai përshkruan mjaft me detaj luftën e Gjalishit, më kalon mbresa të jashtëzakonshme. Abdurrahman Përmeti ka mësuar motrat e mbretit Zog. Jo, më tha u bori, ma dha me shkrim. Ka mësuar edhe mbretin, tha. I ka mësuar turqisht edhe shqip. Një gjë shumë e jashtëzakonshme që edhe mbreti shqiptarëve është mësuar nga Abdurrahman Përmeti. Dërrojmë të ta nderojmë këtë figurë, sepse vërtet ne duhet jemi shumë krenar që Madi ka nxjerr, ka patur një njeri kaq fisnik, kaq burror dhe kaq përparimtar. Kemi shkruar për njeri që e ka merituar një gjë tjetër. Shumë faleminderit gjithëve. Aktiviteti i promovimit në Lis në oborrin e shkollës që mban emrin e protagonistit të librit përçoi në vetvete një simbol të fuqishëm se dia që Abdurrahman Përmeti mbolli mbi një shekull më parë vazhdon të lulëzojë me plot dinjitet.